sot jemi pra në protestën e dytë, gjithë popullore këtu në Tetovë, po e shifni një mal me njerëz që janë duke treguar mbledhjen e tyre për atë vendimin skandaloz të gjykatës kushtetuese që e ktheu emrat poshtrues për Tetovën. Dhe ajo që na ka befasuar të gjithëve sot është se si komuna e Tetovës po mundohet të pengon pjesëmarrjen masive të njerëzve këtu në sheshin e Tetovës. Ne normalisht kemi njoftuar policinë në kohë, të gjitha organet kanë qenë të njoftuara, po sot i kemi njoftuar edhe të gjithë korin diplomatik në Shkup, OSBE-n gjithashtu edhe ma merr mendja se shumica e prej tyre janë edhe me misione monitorimi këtu në Tetovë, që ta shohin se me çfarë majmunllëqesh po mundohen ta pengojnë pjesëmarrjen masive të popullit këtu në Tetovë. Protestat sigurisht se do vazhdojnë, edhe ato mbaren prej reflektimit që do tregoj komuna e Tetovës për këtë vendim skandaloz dhe për këtë situatë të tani që ballafaqohemi në tetovarët, edhe varësisht prej vendimit të tyre, ne do ju njoftojmë opinionin me hapat e ardhshëm. Ne kemi pritur që sot të jenë prezente edhe ata këtu në sheshin e Tetovës, se nuk ma merr mendja që ka shqiptar që nuk ndihet i ofenduar kur e shef se sheshi i sotëm i Tetovës quhet Marshalltik. Kështu që varësisht prej asaj se si do veproj komuna, edhe ne do veprojmë në të ardhmen. Keni thënë se komuna do të thonë dikush e ka shtuk dokumentin ku është kërkuar pëlqim, a keni arrit siguroni dhënë informacione dhe a keni dorëzuar padincin e paralajmëruar? Dëgjoj, ajo nuk është puna jonë që të sigurojmë. Ne nuk kemi dorëzuar padi, sepse mundohemi t'i gjejmë ato dokumente, të shohim se ku janë zhdukur, po sigurisht se do bëjmë padi edhe organet kompetente duhet merren me atë se kush e ka zhduk atë dokumentacion. Se është shumë jo normale që mos tjetë atë edhe proces verbali i mbledhjes së atëherë. Tani, nëse ka munguar, nuk është ajo kërkesa që është bërë qeverisë, proces verbali nuk mund të mungojë. Dhe sigurisht që ka, duket tu se ka një dorë e fshet që paraprakisht i kanë zhdukur ato dokumentacione, pastaj kanë bëu parashkrimet gjykatën kushtetuese. Po, nuk do doja të hyj në detaje, më erdhi shumë mirë që zoti Thaçi e konfirmoi se ka patur kërkesë në qeveri për pëlqim për emrat që atëherë janë votuar në Këshillin Kombëtar. Edhe kjo ishte shumë e dobishme për gjithë procesin. Jo, ne për zgjedhje jemi të gatshëm që sot. Po kërkesa që ne kemi bërë për pikën e re të rendit të ditës nuk mund të jetë shkak që të shpërbëhet Këshilli. Këshilli ka obligim që ta zgjidhë këtë problem. Nëse shkohet në zgjedhje, ajo do jetë me vullnetin e komunës, po ne jemi të gatshëm edhe nuk kemi asnjë problem që të shkojmë në zgjedhje. Po paraprakisht duhet të jetë dorëheqje kryetari i komunës që tregoj pa aftësi për ta zgjedhur këtë problem, pastaj do shohim për zgjedhjet, nuk do jetë. Jo, vendimi, propozimi jonë nuk është identik me atë që e ka dërguar gjykata kushtetuese. Janë 67 emra dhe 67 nuk është njësoj me 11. Kështu që është absurde të thuhet se ajo është shkak që të shkojë Këshilli në zgjedhje, nuk është absolutisht e logjikshme.